në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës kemi dalë këtu për të shprehur indignatën tonë për refuzimin e 21 amendamenteve që kemi propozuar si grup parlamentar, projekte të rëndësishme, tepër të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, edhe kanë qenë projekte të cilat ne i kemi sjellur në kuvend, të bindur që pushteti do të ketë mirëkuptimin e vetë dhe do ta kuptojë rëndësinë e këtyre projekteve. Më lejoni këtu që t'i përmend këto projekte, disa prej tyre, dhe të reflektojmë bashkë mbi rëndësinë e këtyre projekteve. Pushteti ka refuzuar që t'i rritet buxheti i Universitetit të Prishtinës, e ka refuzuar mësimin tërditor si njërin nga projektet më të duhura për shkollat dhe për nxënësit, për familjet e Kosovës, e ka refuzuar unazën e kryeqytetit, e ka refuzuar ndërtimin e spitalit të kryeqytetit, një ndër projektet më të rëndësishme që do të shkarkonte qendrën universitare të shëndetësisë. Ka refuzuar një varg projektesh që janë në interes të komunave, ujësjellës në Lipjan, ka refuzuar projekte të tjera që kanë të bëjnë me ndërtimin e ujësjellësve edhe në komuna të tjera si Izniqi ose Istogu, ka refuzuar një projekt tepër të rëndësishëm që do t'i modernizonte shkollat e Kosovës, në fakt digitalizimin e shkollave dhe hyrjen e inteligjencës artificiale. Shumë shkolla kanë kushte dhe do të mund të fillonin një projekt të tillë. Kanë refuzuar digitalizimin e të dhënave për kulturë dhe turizëm, një projekt tepër i rëndësishëm që do të ndërtonte një hartë vizuele rreth kapaciteteve tona kulturore të Kosovës. Ka refuzuar po ashtu projekte që kanë të bëjnë me kekun, ka refuzuar po ashtu ndërtimin e një shkolle në Kaçanik, ka refuzuar po ashtu sallën koncertale të Kosovës, njërë nga projektet më të rëndësishme kulturore, dhe keni parasysh që sot koncertet në nivelin qendror mbahen në salla të edukatës fizike. Me këtë rast dëshirojmë që t'ju drejtohemi qytetarëve me keqardhje për mos mirëkuptimin nga pushteti për t'i futur në buxhet këto projekte, dhe dëshiroj të them që një projekt si mësimi tërditor që u përmison jetën direkt qytetarëve, e përmison cilësinë e arsimit, implementimin e kurikulave që sot shpeshherë nuk arrin që të realizohen brenda klasave tona, është vërtet mëkat që të mos hyj si pjesë e këtij buxheti. Ndërkohë që ju kujtoj që edhe kryeministri edhe partia në pushtet e kanë pas mësimin tërditor njërë ndër kauzat kryesore edhe nivel komunal edhe nivel qendror. E është tepër e rëndësishme me bo të ditun që kur të premton një diçka duhet me qenë të i gatshëm edhe në momentin vendimtare me fut në buxhet. Ne do të insistojmë edhe sot në seancë që këto projekte të futen në buxhet, por sipas të gjitha gjasave nuk do të kemi mbështetje, por rrjedhimisht nuk do të paraqesim përkrahjen tonë për buxhetin e tërësishëm nëse projektet tona, amandamentet tona nuk do të hyjnë aty. Po kaloj edhe kolegëve për t'i sjellur disa shembuj të projekteve tona që i kemi prezantuar. Besjan? Faleminderit shumë Johana, përshëndetje të gjithëve. Po veçoj disa nga projektet e komunës së Prishtinës, kryeqytetit të Republikës Kosovës. Natyrisht blind për theksuar se përveç buxhetit të aprovuar në kuvendin komunal të komunës Prishtinës për vitin 2026, i cili u përfshi në buxhetin e shtetit për vitin 2026, asnjë nga amandamentet tjera, qoftë Prishtinës apo të komunave të tjera, nuk është miratuar. Po i veçoj këtu dy nga to, unaza e jashtme e kryeqytetit, një projekt i rëndësishëm për cilësinë e jetës së qytetarëve të Prishtinës dhe qindra mijë qytetarëve të Kosovës që hyjnë e dalin çdo ditë në komunën e Prishtinës, një projekt i cili me vite të tëra ishte bllokuar nga qeveria qendrore duke mos aprovuar për të vazhduar tutje, por fatmirësisht e çuditërisht e pam ose e dëgjuam të cekur nga vetë kryeministri në rezumen e tij kur paraqiti qeverinë e re, por çuditërisht nuk e shohim të pasqyruar në buxhetin që kanë sjellë për miratim në kuvend. Njëkohësisht dhe ndërtimi i spitalit të kryeqytetit, po ashtu një projekt
të jetë i rëndësishëm edhe për shëndetin e qytetarëve të komunës Prishtinës, po dhe qindra mijë qytetarëve të Kosovës që vizitojnë çdo ditë kryeqytetin. Është e çuditshme për të mos i cilësuar ndryshe që kjo qeveri në 5 vitet e kaluara nuk ka realizuar asnjë projekt vital për komunën e Prishtinës, për kryeqytetin e Republikës, vazhdimisht e ceksin një ndër projektet më të rëndësishme ose zonave me interes për këtë qeveri sa i përket Republikës Kosovës, por nuk e reflekton këtë interes të vënë në thonjza në buxhetin që e ka sjellë, qoftë 5 vitet e kaluara, e qoftë për vitin 2026. Po i kaloj fjalën generalit Hadër Zhonaj për të cekur një projekt mjaft rëndësishëm për luftën tonë çlirimtare. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Unë do të jemi shkurtër, por ne para 2 dite festum pavarësinë e Kosovës, pas një muaj, më tepër se një muaj do ta kemi edhe për vjetorin e betejës koshores, e cila simbolizon edhe një gurt fuqishëm, apo përçon një gurt fuqishëm të lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Qeveria e Kosovës, vitin e mandatin e kaluar, praktikisht ishte në proces një projekt për vazhdimin e punimeve në kompleksin memorial të betejës së Koshores, ku ishin të paraporë 2 milion euro. Mirë po, ai projekt asnjëherë s'ka fillu, edhe pse ishte faza e 4 realisht e punimeve atje që zhvillohen për kompletimin e kompleksit memorial të betejës së Koshores, dhe ishte paraporë që të fillojnë shtator të vitit 2022 dhe të përfundojnë në dhjetor të vitit 2024. Lërë që s'ka fillu dhe s'është bë asnjë punë atje, mirë po dhe në buxhetin paraprak për këtë vitet në vijim nuk janë planifikuar as mjetet e parapara për projektin i cili ishte në procedurë. Kështu që për këtë vit kanë parapa 50.000 euro, kurse projekti i atëhershëm kishte kushtuar 2 milion euro, pavarësisht inflacionit me cilin është përballë Kosova nga ajo kohë deri më sot. Kështu që unë kam paraqit një amandament, edhe kam kërkuar mirëkuptimin e të gjithë deputetëve të Kuvendit Kosovës, përfshi edhe komisionet përkatëse, mirë po nuk ka hasë në mirëkuptim, që i bie se ne vetëm kur janë përvjetoret e betejave, përvjetoret e herojve dhe dëshmorëve, shkojmë, majmë fjalime jashtëzakonisht fuqishme, por realisht shumë pak punojmë dhe bëjmë për ta dhe për meritat e tyre. Kështu që është për keqardhje, kjo qasje, kur janë pyetje dëshmorët, herojt, familjet e tyre dhe gjithë ata që janë më meritorët, pse sot ne flasim këtu dhe kemi mundësinë për të bisedojmë edhe për buxhetin, edhe për qeverinë, institucionet dhe mbi bazën e cilit qëndron i tërë shteti. Ju faleminderit shumë. Lejoni që krejt në fund të them edhe që një projekt buxhet i cili nuk e përkra arsimin, nuk ka guxim që të përkra projekte për ndryshimin e gjendjes në shkollat tona, një projekt që nuk i përkra spitalet dhe sistemin shëndetësor, dhe një projekt buxhet që nuk e përkra modernizimin e sistemeve dhe digitalizimin e sistemeve shëndetësore arsimore, nuk meriton mbështetje. Andaj për këtë dëshiroj që të them që ne nuk e mbështesim këtë buxhet, përderisa nuk e ka guximin as që të mbështes projekte kapitale si Unaza e Prishtinës. Faleminderit. Ndoshta pyetje.